Era. Atëre, dua të them edhe diçka tjetër, sepse unë kam thënë që unë nuk ndjek reality show. Por futet Mimoza Ahmeti në reality show. Dhe kuptoj që unë jam fansi i çmendur i saj. Sepse mendoj që Mimoza Ahmeti është një artiste e madhe. Është aq artiste e madhe sa që është edhe parashevisi si Maku, nëna ime shpirtërore. Dhe kam qenë në kontakt me Mimoza Ahmetin gjatë verës, kur unë kam bërë një projekt në Japoni. Dhe të them të vërtetën, u aktivizova, pra reagova, kur pash që nuk ngeli lëtyr, e nuk ngeli xheloz, pa u futur dhe pa dashur që të marrë diçka nga ajo, se për t'i shkatruar atë rrugtim që ajo ka nisur. Pra dhe njerëzit që u futën aty, dhe që u hoqën së mitë saj, piqen të prishin imazhin e saj e ka kohë. Mimoza Ahmeti është një artiste e dimensioneve shumë të mëdha dhe kushdo që përpiqet ta nxjerrë atë keq, thjesht nxjerr veten e vet keq. Dhe mi bindur që kur Moza të dalë, ka për të vlerësuar këtë reagim, sepse unë nuk reagoj fare për reality show. Që kushdo që voton, siç votoj dhe unë, që më ka bërë për vete, të votoj për Moza. Dhe për ata që Moza ndihmon ose përkrah ose e përkrahin në këtë rrugtim. Të tjerët që hyn edhe iqen si cool, nuk janë cool, janë llafazanër, janë xhelozër, janë njerëz me probleme me veten, sepse negativiteti kur vjen në grup. Pra të gjithë njerëzit në Shqipëri që janë në media, janë negativ në grup, pra janë si komunista në grup. Dhe përpiqen të godasin njerëz si Mimoza Ahmeti, si parashevisi Maku, se për mua hajde vari bidonat e nga Tepelena. Unë jam emigrant, gëzuar nga Tepelena. Natyra mrekullueshme. Shqipëria ka natyrën më të mirë, ka klimën më të mirë. Është pak e shkret fatkeqësisht. Por ai që më bën përshtypje është që ne emigrantët kur vim këtu presim gjëra të tjera dhe shikojmë gjëra të tjera. Vend kaq i bukur, po ka kaq shumë njerëz negativ që janë si të thuash në krye të gjërave. Po sidomos nuk do të futem politik, po këtyre mediatike, këta personat që ishen si artista e si gjithçka bërës, një negativitet i madh. Kudo vetëm villet vrerë. Pra ka një mos përputhje të bukurisë së natyrës dhe shpirtligësisë së njerëzve. Dhe themi pse nuk bëhet ky vend. Pse e ka të vështirë të bëhet? E ka të vështirë të bëhet sepse njerëzit duhet të zbrazin negativitetin. Duhet ta heqin atë urrëtitjen, xhelozin dhe inatin që kanë me njëri tjetrin. Sepse shiko si është vendi, një mrekulli. Apo jo mona? Të themi gëzuar nga Tepelena, gëzuar nga TPL-na.